statutën për zgjathjen e mandatit të prokurorëve të SPAK. Personalisht ju e Partia Demokratike keni një përgjigje në këto momente dhe kundërshtari juaj politik para pak ditësh ka festuar 62 vjetori. E keni bërë një urim, e keni bërë një dhuratë, ose do t'i bëni një urim nëse se keni bërë një mesazh? Tani, lidhur me Uluziun që mund t'i vesh çdo emër, Uluziu është peng i dosjes i cila në regjistrime nxjerr se Uluziu nga çunat e Londrës ka marrë 600.000 euro. Dhe përveç kësaj ka kërkuar edhe një çantë Louis Vuitton. Dhe kur i thot ai në telefon, po këtë çantën Louis Vuitton për ke, ta ja thot, e kam për bashkëshorten, jo, thot, nuk i bën çanta Louis Vuitton ti bashkëshortesh, i ke për tjetër kënd, se ja dini edhe lidhjet Uluziut, apo. Pra Uluziu, që në momentin që të thirret, Uluziu i ka të paktën 8 vite deri në 12 vite burg. Prandaj dhe ai është i gatshëm të bëjë çdo kompromis, vetëm të shtojë kësaj dosje që nuk i shton kurrë. Përveç kësaj, ky pas ka familjar, sipas të dhënave të mediave, nuk mund të them me dokumenta, por të implikuar në afera të ndryshme korruptive. Pra, Uluziu është i skllav i dosjeve të tij. Po për ditëlindjen, urimin, mesazhin? Urimin më të shkëlqyer ja bëri protesta rinore qytetare me datën 4 korrik, e cila me madhështinë e saj përsëriti 20 shkurtin e vitit 1991. Ajo ishte një protest me kreativitetin më madhështor, më të jashtëzakonshëm që është parë ndonjëherë në Tiranë. Dhe ata ja bën të gjitha urimet që meritonte. Po ju personalisht? Unë bashkoj zërin tim me protesten, ky është e gjithë përgjigja ime, bashkoj zërin tim me ata protestes për urimin që i bën.